Në Universitetin e Shkodrës, Luiq Gurakuqi u zhvillua ditën e sotme konferenca e 20 vjetore ndërkombëtare me temë zhvillimin e kohët të trazuar. Në këtë konferencë u prezantuan 180 punime shkencore me 275 autor, bashkautor dhe kontribues nga 26 vende të ndryshme të botës. Ndërkombëtare dhe ndërdisiplinare janë në fakt dy fjalë kyç që përbëjnë trendin e zhvillimeve aktuale të universiteteve në botë, krahas digitalizimit dhe zhvillimeve teknologjike. Pjesëmarrja juaj sot këtu në mjediset e Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi nuk është thjesht përkushtim, por rrjetëzim, shkëmbim idesh për zhvillim, se si për shembull mund të ripozicionohen ose rishikohen shkencat sociale dhe humane. Ky aktivitet i zhvilluar ditën e sotme vendosur Universitetin Luiq Gurakuqi në qendër të dialogut shkencor ndërkombëtar. Konferenca është e rëndësishme sepse është një konferencë ndërdisiplinore që zhvillohet për çdo vit kryesisht nga Instituti Shqiptar i Sociologjisë, që bashkëpunon pastaj me organizator kryesor universitete të ndryshme në Kosovë, në Maqedoni edhe në Shqipëri. Pra, ka tiparet e një konference qarkulluese, e cila vitin tjetër do të zhvillohet në Gjakov. Për këtë vit, rolin kryesor si organizator dhe mikpritës i konferencës e kemi marrë ne. Qëllimi i aktivitetit është që të bashkojë studius, jo vetëm të shkencave sociale dhe humane, por edhe të shkencave të tjera. Pra, në një konferencë ndërdisiplinore, për një trajtim, si thua, gjithdimensional të problemeve të zhvillimit, eksakt në këto kohë të trazuara, sepse praktikisht jetojmë në kohë të trazuara, nuk është se jetojmë në kohë të qeta, pa çka se ky është qëllimi. Dhe pastaj, si thot, aktivitetet janë raste për të bashkuar, për të shkëmbyer mendime, janë rreth 180 punime që do të prezantohen në mbi 20 sesionet konferencës. Njerëzit kanë ardhur nga shumë shtete, janë 26 shtete që përfaqësohen këtu, veç shteteve bashkëorganizatore, kështu që është një konferencë disi unike në llojin e vet. Kjo ngjarje e veçantë akademike u zhvillua në bashkëpunim mes Universitetit Luiq Gurakuqi, Institutit Shqiptar të Sociologjisë dhe partnerëve të tjerë.